Se na ka thonë Allahu Azza wa Jall mbështetu tek Allahu. Për çka? Por me kuptua musliman, kur i thu ti fëmijët tan, ti duhesh me ngu babën. Pse i thu kështu? Për shkak se ti e din që ai ka me ngu dikan, edhe ata të cilin e ngan ai nuk ka me mësu hajër, por që ata ti duke e njoft insanin, e din që ai dikan ka me ngu, edhe i thu ngu e babën. Kështu Allahu Azza wa Jall e din që unë dhe ti jem dopt, na kena më mbështet të dikosh. Por që ata prej fillimit na kallzon Allahu Azza wa Jall që më mbështet tek Allahu Azza wa Jall. Fatawakkal ala Allah, mbështetu tek Allahu Azza wa Jall. Shpresën kije te Allahu Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man yatawakkal ala Allah", ai i cili mbështetet tek Allahu Azza wa Jall, fa huwa hasbuh. Atina i mjafton Allahu Azza wa Jall. Na jem dopt të musliman, na mbështetemi të dikush shpejt, po të një shgenjemi shumë. Por ata ke pa dhe vdekja e prindërve, për shkak kur vdes baba, e ke pa qysh i trondit pak njerëz, për shkak se ka një dozë të vogël mbështetje, pe që ka një vogël i ka një mu baba, gjithë i ka një mu baba, tash u dek baba, e shkun një herë, se ja ka këput atë lidhjen e mbështetjes që ka pas një vari mytje të kaj. Por që ta thot Allahu Azza wa Jall: "Tawakkal ala al-hayy", mbështetu tek ai i cili është i gjallë, te Allahu Azza wa Jall. Ai i cili nuk vdes kur, e ka pushtetin e qiellit dhe tokës. Kjo është mbështetja e robët tek Allahu Azza wa Jall. Ka thënë Rasulullah alayhi salam: "Në qoftë se ju mbështetni tek Allahu Azza wa Jall me hak, taman që takon me mbështet, taman 100% në atë kuptimin, ju i shikon sikur ai zogu i cili del me bark tund, pa hangër, del e kur të kthehet u kthy me rrezik plot, pa pikurie, u dal und, u kthy plot. Domethënë, nëse na mbështetemi tek Allahu Azza wa Jall, na furnizon Allahu Azza wa Jall prej ka se presëm. Allahu Azza wa Jall na mundsoft, më mbështet tek Allahu subhanahu wa taala.